Le të themi një nga kryelajmet e këtyre ditëve ishte fakti që bëri buj, ishte deklarata e Vladimir Putin për sa i përket, le të themi, një mundësie të një përplasje të Rusisë me Europën. Ai fjalë për fjalë tha që ne në Ukrainë po bëjmë një operacion të kujdesshëm dhe kirurgjikal, po kur vjen puna për Europën do jetë tjetër gjë. Si ta lexojmë këtë përshkallëzim të, le të themi, të qëndrimeve, ndërkohë që po pritet, le të themi, finalizimi i planit të Donald Trump me 20 pika, pra një marrëveshje paqe. Palët kanë kaluar në këto nivel deklaratash. Putinin nuk e kishim dëgjuar kur të shprehej në këtë formë të një mundësie për një përplasje të tillë me vendet evropiane, duhet të thënë kjo. Shiko, me para du të kemi gjithë parasysh që nuk ka asnjë marrëveshje paqe dhe s'ka për të pasur një marrëveshje paqe. Ajo çfarë Donald Trumpi ka ofruar për ato 20 pika është thjesht një tentativë për të përfituar kohë për të menaxhuar fundin e luftës, asnjë gjë tjetër, pra nuk ka për të sjellë asnjë gjë, nuk bëhet llaf që ajo të kaloj qoftë në njëra palë, qoftë nga pala tjetër. Është një lojë teatrale kjo e negociatave që është një teatër negociatash fiktive, të cilat nuk çojnë askund. Pra është thjesht të gjitha palët duke marrë kohën e tyre, duke lozur në këtë teatër për të krijuar idenë se gjëja palët janë të interesuara për paqen, por nuk ka për të pasur paqe dhe paqja do të ketë në fund kur të mbarojë lufta. Pra dhe luftën e përcakton terrenin, nuk do të mbyllet në këtë mënyrë. Dyta përgjigje e Putinit ishte ajo që ishte në përgjigje të asaj kërcënimit që erdhi nga NATO, pra nga një general i NATO-s dhe nga ministri i mbrojtjes së Italisë, 2 ditë përpara generalit NATO-s që thanë që ne duhet të bëjmë veprime, pra preemptive strike kundër Rusisë. Pra në këtë aspekt do të thotë që ti t'i japësh luftë Rusisë. Dhe përgjigja e Rusisë erdhi me një hershmë duke thënë që po ne jemi të gatshëm për luftë, pra në rast se ju doni luftë, ne jemi të gatshëm për luftë. Nuk ka ndonjë. Kjo ishte pak a shumë, këto ishin termë. Kjo ishte gjëjta. Po kurse aspekti që pastaj vazhdimësia e përgjigjes është që Rusia është duke bërë aktualisht në Ukrainë një operacion kirurgjikal. Kjo ishte deklarata e Putinit. Në krahasim me atë që mund ndodhi në Evropë, po është e vërtetë që në krahasim me atë çfarë mund ndodhi në Evropë, ajo çfarë po ndodh aktualisht në Ukrainë është një operacion kirurgjikal. Pasi në Ukrainë kemi një operacion special dhe nuk kemi luftë, ndërsa midis Rusisë dhe Evropës nesër do kemi një luftë. Dhe lufta do të zhvillohet në të gjitha nivelet dhe me të gjitha format dhe mundësitë e armëve. Përjashto këto armët bërthamore në rast se nuk do të jenë kaq të çmendur sa të shkojnë deri aty. Aktualisht në Ukrainë po goditen vetëm objektiva ushtarak dhe ato objektiva që janë të lidhur me veprimtarinë ushtarake, pra që shërbejnë për nevojat të ushtrisë, nuk po goditen objektiva civil, nuk po goditen, për shembull, nuk po prishen portet, nuk po prishen aeroportet, nuk po prishen të gjitha strukturat e tjera dhe infrastrukturat civile që i shërbejnë mbarvajtjes qeverisë civile në Ukrainë. Pra nuk kemi goditje të ministrive, nuk kemi kaluar në këtë. Kurse nuk kemi prishje të urave, të cilat shërbejnë, pasi në Ukrainë ka me mira ura, pasi ka shumë lumej, dhe këto pra në rast se këto ura do të prishin, mjafton të marrim për parasysh për shembull që në lumi Dnjepër, në rast se do të ndihmojë regjia me një hartë të Po, nëse kemi një hartë regjia, nuk e di a e kam sjell sot, po duhet kemi nga do të mëparshmet. Vetëm në Ukrainë, pra lumi Dnjepër, vetëm në lumi Dnjepër që ndan Ukrainën mes për mes, pra lindjen e Ukrainës me perëndimin e Ukrainës, ka mbi 23 ura të ndryshme. Dhe përveç urës në Kherson që është dëmtuar, pra është e pakalueshme aktualisht, të gjitha urat e tjera janë funksionale në lumin Dnjepër dhe nuk janë goditur asnjëherë deri më sot. Pra do të mjaftonte kjo për të thënë që kemi kaluar nga një operacion special në një operacion luftar në gjendje lufte dhe kemi kaluar nga një operacion kirurgjikal në operacion tjetër i cili nuk merr parasysh asgjë dhe shkatërron çdo lloj ure, çdo lloj veprimtarie që i shërben, sepse edhe urat i shërben aktualisht ushtrisë, po i shërben edhe popullatës civile. Por urat nuk janë dëmtuar. Prandaj quhet operacion. Prandaj quhet në këtë aspekt do ta konsiderojmë pra në krahasim me atë që ka ndodhur me Evropën. Pra, këto në gjithë lumi Dnjepër, pra. I gjithë lumi Dnjepër është me ura, pra janë mbi 23 ura. Unë përmenda 23 ura të mëdha, ka edhe ura të tjera, po mbi 23 ura të mëdha, të cilat asnjëra prej tyre me përjashtim të urës në Kherson, asnjëra prej tyre nuk është dëmtuar dhe funksionon normalisht, totalisht.
nuk janë dëmtuar, ka në rrjedhën e lumit Djebër, ka disa diga, janë mbi 37 diga, të cilat as këto nuk janë dëmtuar, pra i nuk janë goditur. Një luftë totale, po thua? Një luftë totale, atëherë këto digat do të sulmoheshin në rast aty ku do të kishte vendodhje të forcave ushtarake, digat do të sulmoheshin për të përmbytur territore, për të pamundsuar forcave ushtarake kalimin ato territore. Pra përdoren në këtë aspekt. Për këtë arsye them, pra, në rast se as shohim në përballje me Evropën, ky është me të vërtetë një operacion kirurgjikal, pra, në aspektin e një lufte me Evropën. E qartë. Dhe është kirurgjikal për arsye se numri i civilave të prekur në kjo luftë është shumë i pakët, pra numri i civilave në kjo luftë diku sipas Kombeve të Bashkuara nuk e kalon numrin 19.000 dhe ata nuk janë, sipas Kombeve të Bashkuara nuk janë civilat të goditur direkt, por janë civilat të vdekur për shkak të rrethanave të ndryshme, për shkak të rrethanave të luftës, pra kanë qenë jo të goditur në objektiva civil direkt, po të mbetur të vdekur për shkak të ndërluftimeve midis palëve. E qartë. Pra nuk kemi goditje direkt të objekteve civile. Kurse në një rast, në një luftë me Evropën, atëherë Rusia do të fillonte në fillim të fare do të shkatërronte portet kryesore mbi të cilat do të bazohej ardhja e ndihmës ushtarake amerikane. Dhe ato nuk janë shumë, pra janë pak këto porte të cilat kanë kapacitete të mbajnë këto anije të mëdha të cilat. Po si do i shkatërronte në çfarë mënyrë? Atëherë godet me raket portin dhe shkatëron, pra komplet molin e portit. Ka sisteme kundërajrore Europa? Nuk ka sisteme kundërajrore Europa për të mbrojtur nga goditjet e raketave balistike ruse. Aktualisht vetëm Gjermania ka instaluar dhe ka vërë në funksionim sistemin e parë të mbrojtjes balistik të blerë nga Izraeli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do të diskutojmë në mënyrë të veçantë. Dhe pra fillojmë te goditja e porteve. Pastaj pasi shkatërohen portet, pra kur themi shkatërimin e portit, shkatërimin e moleve ku anijet nuk kanë ku ankorojnë. Pra ky është për momentin që ania s'ka ku ankoron, s'ka ku zbarkon trupat, mjetet, gjithçka tjetër dhe porti aktualisht është infrastrukturë civile. Dhe në rast se ky port shkatërohet, atëherë nuk ke ku ankoron asnjë gjë tjetër. Pastaj vim te shkatërrimi i të gjithë linjave të akorrudhave, shkatërrimi i urave kryesore, të cilat janë infrastruktura civile. Goditja e të gjitha vendkomandave të rëndësishme, pra aktualisht në Ukrainë, Rusia nuk po godet vendkomandat qendrore. Pra godet vetëm ato vendkomanda të cilat ndodhen në terrenin e luftës, pra në zonën e luftës kryesisht. Në të gjitha aty ku zhvillohen luftime, pra në atë territor që ajo e konsideron si territor të saj, pra në territorin e Zaporizhzhës, Luganskut, Donetskut edhe të tjerë, pra aty ku po zhvillohen luftime, por nuk po godet vendkomandat e ushtrisë ukrainase për te i Dnjeprit. Nuk po i godet. Jo, nuk po goditen ato, nuk po goditet as shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, as Ministria e Mbrojtjes nuk po goditet, pra nuk kemi të tilla goditje. Ndërsa në rastin e një lufte me Evropë, të gjitha këto objektiva do të goditen, pra ministrit do të goditen. Duke nisur që nga Ministria e Mbrojtjes, që nga vendodhet e shtabit të përgjithshëm, që nga vendodhet e komandave të forcave, që nga përqendrimet e forcave do të goditen të gjitha llojet e kazermave. Pra të gjitha llojet e shkollave ushtarake, gjë që nuk po ndodh sot në Ukrainë. Prandaj është në atë aspektin që ajo që ndodh në Ukrainë është kirurgjikale me atë që mund ndodhi nesër në Evropë. Dhe Evropa nuk ka këtë kapacitet të përballojë këtë goditje. Nuk ka kapacitet të përballojë, po kapacitet për të sulmuar dritan. Nuk ka Europa, fjala vjen, nuk mundet Europa të njëjtin, le të themi të njëjtin strategji që ndjek Rusia, goditjen e porteve, aeroporteve apo urave, ta bëjë dhe Europa nesër nëpërmjet raketave balistike. Europa nuk posedon këto lloj raketash balistike për të goditur. Raketat balistike janë vetëm posedimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra nuk ka Europa të tilla lloj raketash për të goditur objektivat rusë, të cilët qëndrojnë shumë larg, dhe për të goditur objektiva rusë duhet të bëhen nga territori i afërt me raketa të tjera, pra vetëm raketë që për sot evropianët posedojnë është raketa me rrezen më të gjatë, e cila nuk është një raketë balistike, por është një raketë kruz, është raketa gjermane. Po, që e kemi diskutuar këtu. Ajo është e cila e ka diku të 550 kilometra rrezen e goditjes. Pra pastaj të tjerat nuk kanë. Pra ky është kapaciteti evropian sot për sot. Edhe në këto 3 vite luftime nuk kemi pasur një zhvillim tjetër në industrinë evropiane të prodhimit të raketave ose edhe të mbrojtjes kundërajrore. Nuk ka asnjë kapacitet sot për sot që të godasi këto vendkomanda qendrore të
ose këto vend grumbullime të ushtrisë ruse, duhet pasur parasysh që Rusia është një vend i cili ka një thellësi të madhe strategjike. Dhe për këtë arsye, duke qenë se është e bazuar me një forcë toksore, ata kanë llogaritur gjithnjë dhe kanë ecur përpara në doktrinën e tyre, pra kanë llogaritur që nesër të kenë çfarë do lloj përplasje dhe para të ruajnë thellësinë e tyre strategjike të pacënuar. Dhe e dyta të arrin të godasin në thellësinë strategjike të armikut. Për këtë arsye ata kanë zhvilluar sistemet e raketave dhe sistemet e mbrojtjes kundërore. Pra është një nga vendet që ka zhvillimin më të madh të sistemit të raketave. Gjë që është kopjuar edhe nga iranianët, pra për këtë arsye, për çështje të thellësisë strategjike, duke e bërë kundërshtarin, duke ja bërë zero thellësinë strategjike kundërshtarit. Në këtë aspekt, me llojin e raketave që ta kanë prodhuar, S-400 është sistemi mbrojtjes kundërore, nuk është sistem, mund të përdoret edhe për goditje, po është sistemi mbrojtjes kundërore me këto raketa që ka. Ata kanë disa lloje raketash duke nisur që nga Zirkon, që nga Onyx P-800, pra aktualisht rusët posedojnë vetëm raketa hipersonike, posedojnë 5 lloje të ndryshme, ndërsa raketat tjera balistike me rrezet gjatë veprimi janë diku rreth 8 lloje të tjera, të cilat i posedojnë, dhe të gjitha llojet e raketave, si ato hipersonike, edhe raketat e tjera balistike, të cilat nuk janë hipersonike, janë i kanë të prodhuara për të treja llojet e forcave, pra raketa që lëshohen nga toka, raketa që lëshohen nga ajri dhe raketa që lëshohen nga deti. Në këtë aspekt, Evropa është pothuajse e dënuar me vdekje në rast të një lufte të tillë. Vetëm në nivel raketor, Dritan, se fjala vjen në nivel të... Nuk do të kemi në asnjë moment, do të kemi gjë parasysh. Në asnjë moment Evropa nuk do mund të përplaset me një luftë konvencionale, këtë po them. Edhe goditja me raketa është pjesë e luftës konvencionale, por nuk do të mund të përplaset me trupa. Pra asnjëherë ka të pamundur që Evropa të përplaset me trupa me Rusinë. Edhe Rusia të përplaset me trupa me Evropën. Jo kjo për shkak të kapaciteteve, pra sepse ti mund të rekrutosh njerëz mund të marrësh, po problemi është që Evropa për të çuar këta njerëz në drejt Rusisë, pra duhet të kalojnë gjithë Evropën për të mbledhur në Ukrainë dhe për të pastaj për të grumbulluar këto trupa të goditjes. Dhe këto grumbullime trupash në rast të një lufte nesër midis Evropës dhe Rusisë do të ishin objektivi primar i goditjes së raketave balistike ruse. Pra, mbi këto objektiva. Pra, e ka të pamundur që të fillojë dhe të bëjë grumbullimin e trupave. E para do të grumbullojmë trupat në terrenin, pra në gjithë brezin e kufirit me Ukrainën, dhe pastaj këto trupa duhet të hyjnë në territorin e Ukrainës dhe të marshojnë drejt vendeve ku ndodhen aktualisht forcat ruse. Pra, është një e pamundshme, kërkon një kohë shumë të madhe për të bërë kjo. Dhe edhe në kohë paqe kjo do të donte mbi 6 muaj grumbullimi i këtyre forcave dhe lëvizja e këtyre trupave. Ndërsa në kohë lufte ajo është pothuajse e pamundur për të bërë, pasi nuk mund të bëhet pa u detektuar dhe rusët duke qenë se kanë zbulim strategjik. Pra, aktualisht unë po përsëris 3 vende kanë aktualisht zbulim strategjik: rusët, amerikanët dhe kinezët. Pra do të thotë që çdo lloj lëvizje e forcave evropiane nesër në drejtim të Rusisë nuk mbetet pa u detektuar. Pra, bëhet llaf, nuk bëjmë llaf për të lëvizur 10-15 ushtar, pa bëhet llaf kur ti lëviz brigada të tëra, pra, cilat janë konvoje të pafundme, mjetesh ushtarake që shifen nga ajri. Dakor, Dritan, po ndërkohë që ti, domethënë, po flisje për raketat hipersonike, balistike etj. Ajo që domethënë gjëja e parë që më vajti në mendje ishte lufta e Iranit me Izraelin, ku Irani përdori pikërisht goditjen me raketa, ndërkaq Izraeli kishte superioritetin e avionëve F-35, me që më kujtohet. Në raport, nëse bëjmë një krahasim, domethënë dhe nëse shkojmë në një përplasje të mundshme Rusi-Europë, përsa i përket avionëve që ka në dispozicion Europa, e krahasova në mënyrë kështu të pandërgjeshme me situatën në Izrael. Pra, përsa i përket kapacitetit të goditjes me avion, ajo që bëri Izraeli ndaj Iranit, sa kapacitete ka Europa? Se Europa ka dhe nëndetse, ka edhe... Europa nuk ka kapacitetet ta bëjë këtë, pra ajo që ndodhi midis Izraelit dhe Iranit ishte një mashtrim që Shtetet Bashkuara të Amerikës i bën Iranit, pra ishte në bisedime paqe dhe në këto ishte në bisedime me Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke u mashtruar që nuk ndodhte asgjë, dhe afrimi i këtyre mjeteve ajrore izraelite ndodhi në këtë fazë. Pra në rast se do të kishim një fazë lufte, një luftë të shpallur si punë e kësaj, pra që mund ndodhi midis Rusisë dhe Europës, edhe ajo në një luftë të shpallur midis Izraelit dhe Iranit tashmë është e pamundur që Izraeli të mund t'i afrojë këto mjet ajrore në hapësirën ajrore iraniane sot për sot.
Pra e bëri dje, ndërsa sot kur flasim për Evropën, Evropa ka të pamundur që të afrojë avionet e saj të çfarë do lloji qofshin ata, në afërsi të hapësirave ajrore të cilat mbulohen sot nga rusët. Nuk po them të hapësirave ajrore ruse, pasi në hapësirën ajrore ruse është e pamundur që këta avion të penetrojnë, por nuk do të mund të afrojnë as në ato hapësira të cilat aktualisht janë hapësira ajrore që përkasin për shembull Ukrainës dhe që monitorohen, menaxhohen dhe kontrollohen aktualisht nga mbrojtja kundërajrore ruse. Në këto 3 vjet mbrojtja kundërajrore ruse ka përparuar shumë, ka ecur shumë dhe ka eksperiencën e luftës në këto 3 vjet që cila ka qenë edhe një luftë ajrore në fillimet e saj dhe aktualisht Evropa e ka të pamundur që të bëj këtë për arsye se ti duhet shkosh në mënyrë të integruar, pa në rast se ti afron avionin tënd, ti duhet të kesh edhe mbrojtje. Dhe duhet të kesh një sasi të madhe mbrojtje. Dhe këtë sasi mbrojtje, për shembull Izraeli kur afroi avionet e vet, e kishte nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kishte nga Anglia, e kishte nga Franca, pra të gjitha këto vende u angazhuan duke mbrojtur avionët izraelit që u afruan. Në këtë rast kush do të mbrojë avionet evropian, do mbrojnë njëri tjetrin, po nga çfarë do ta mbrojnë? Pra nga mbrojtja kundërajrore ruse është e pamundur që ato të mbrojnë njëri tjetrin në këtë afrim. Në rast se do të kishte kjo, atëherë do të ishte shumë e lehtë edhe për Ukrainën që të vepronte me forca ajrore. Për këtë arsye, forcat ajrore në Ukrainë kanë mbaruar dhe për çdo mision që ndodh, ai është një mision vetvrasës, pra nuk është e pamundur. Nuk kanë kapacitet që të afrohen rreth hapësirës ajrore ruse, pra është totalisht jashtë çdo lloj logjike luftarake që kjo të ndodhi. Prandaj në aspektin e aviacionit pra ti nuk ke mbrojtje kundërajrore të vendosur në rrethinat e Ukrainës, të cilat do të mundsonte këtyre avionëve t'ju garantonte një lloj mbrojtje nga goditjet ruse ose nga raketat ruse ose nga pavarësisht superioritetit të avionëve apo nuk ka superioritet avionëve Bashkimi Evropian Evropa ndaj Rusisë sot për sot. A ka F-35? Ka disa F-35 tek tuk të blera, pra edhe Belgjika ka 4 F-35, po problemi i saj është që nuk i përdor dot këto F-35 dhe nuk do të thotë ti ta blesh avionin dhe pastaj ti e ke atë, ta blesh avionin, duhet edhe ta mirëmbash atë, duhet edhe që të përgatitesh forcat e tua ushtarake, pra pilotët për misione luftarake. Për shembull, ajo që ka ndodhur është që Belgjika mori para një muaji 4 avionet e parë F-35, pasi ka paguar para për të blerë 35 avion F-35, Belgjika, cili është një nga vendet e vogla të Evropës. Por problemi është që kur janë blerë këto, ka qenë vendimarrja, ka qenë politike dhe kjo tregon që kur hyn politika, hyn në çështje ushtarake, sistemi i mbrojtjes degeneron në mënyrën më perverse të mundshme. Dhe ajo që po ndodh sot në Belgjik është fakti i kësaj. Belgjika me marrjen e këtyre avionëve, tashmë komanda ushtarake, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë belge, ka konkluduar që me avionët F-35 nuk mund të përdoren në hapësirën ushtarake, në hapësirën ajrore të Belgjikës për 2 arsye. Para, nuk mund të bëhen veprime ushtarake me këta avion për arsye se hapësira ajrore e Belgjikës është shumë e vogël dhe nuk del për të kryer këto operacione ushtarake nga ky tip avioni. E dyta, hapësira ajrore e Belgjikës është e mbingarkuar me aviacion civil, pasi çdo lloj fluturimi që ndodh në Evropë do kalojë mbi Belgjik. Dhe sërish e ka të pamundur dhe tashmë Ministria e Mbrojtjes e Belgjikës ka filluar të hyjë në bisedime me Italinë, me Hollandën dhe me Francën që në kohë të caktuara pilotët belg të përdorin hapësirën e këtyre vendeve për t'u trajnuar. Pra jemi në këtë pikë. Pra në këtë pikë jemi. Pra nuk kanë vlerë ato që merr ti, thash kur kur blerjet bëhen me vendime politike, pra me politikanë cilët nuk marrin vesh thjesht blejmë për arsye për nevoja të tyre politike, jo për nevoja ushtarake. Pra këta avion nuk është se ka nevojë, pra këta 4 avion që ka sot Belgjika nuk mund të përdoren fas pak nesër. Më e pakta sepse nuk ka pilot të përgatitur për këtë punë. Pra nuk e ka këtë, ka pilot që din të fluturojnë avionin, është tjetër gjë të dish të fluturosh avionin, është tjetër gjë të kesh përgatitje taktiko-luftarake. Kjo pak përgatitje taktiko-luftarake mungon totalisht.